Përshëndetje të gjithëve, mirë se keni ardhur në Ridibet, kampionatin kombëtar të debatit. Ky është edicioni i 8 që organizata Liburnetik zbaton prej 8 vitesh tashmë, si një nga programet edhe projektet më të bukura që kemi, por edhe më të rëndësishëm për sa i përket mendimit kritik edhe zhvillimit të aftësive si komunikuese, por edhe në etik për sa i përket të rinjve të shkollave të mesme. Sot ndodhemi në Elbasan, do të zhvillojmë debatin rajonal për sa i përket shkollave që janë përfaqësuese, që do të thotë në këtë rast konkret, në këtë debat, në këtë përballje do të kemi Tomor Sinani nga Ceriku dhe shkollën Ibrahim Muça nga Librazhdi. Një duar tërkitje për dyja shkollat. Unë nuk e di është era e parë e juaj në një debat fizik, sepse ju keni qenë pjesë edhe përgjatë pandemisë si shkolla kur e kemi zhvilluar online këtë debat, por është e njëjta gjë, thjesht këtu emocionet janë më të bukura, janë më reale, janë më të forta dhe më gjithëpërfshirëse. Ky kampionat në këtë edicion të 8 ka një fokus veçantë që është pikërisht ekonomia qarkulluese dhe zhvillimi i qëndrueshëm. Kjo sepse ky edicion mbështetet pikërisht nga ata që bëjnë të mundur, që është pikërisht Giz Albania, përmes projektit të BE-s për ekonominë qarkulluese dhe qytete të jetueshme, i bashkëfinancuar nga Bashkimi Evropian dhe Ministria Federale Gjermane për bashkëpunim ekonomik dhe zhvillim në bashkëpunim me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit. Gjej rastin të falenderoj padyshim mbështetësit që bëjnë të mundur, por nga ana tjetër edhe ata që janë pjesë e qëndrueshme e gjithë kampionatit debatit, kështu që dua të falenderoj edhe panelin e juristë që na është bashkuar sot për të gjykuar edhe për të vlerësuar të debat. E fillon nga Ida Goga, trajnere dhe lektore në Departamentin e Filozofisë në Universitetin e Tiranës. Nga ana tjetër Eliverta Muço, prej 8 vitesh është pjesë e trupës së gjykatëse e organizatës Liburnetik në profesion farmaciste. Po kështu na është bashkuar këtë vit edhe Gesara Sheu, e cila vjen nga Departamenti i Filozofisë. Shumë faleminderit. Një duar tërkitje për Jurinë. Për ata që mua nuk më njohin, jam Niko, drejtues i organizatës Liburnetik. Dhe jam shumë i lumtur që ndodhem pranë e ju dhe shpresoj që të kalojmë një kohë sa më të bukur, por edhe sa më konstruktive. Mirë, përpara se të fillojmë, do zgjedhim temën. Temat, të cilat sigurisht se thash në fillim, kanë një fokus veçantë. Ekonominë qarkulluese, mjedisi, riciklimi, të gjitha aspekte që kanë të bëjnë pikërisht me këtë maksi temë që është shumë e rëndësishme për sa i përket edhe integrimit tonë në Bashkimin Evropian, prandaj kemi dashur që ta cekim, ta fillojmë ndërgjegjësimin nga të rinjt për të vazhduar pastaj të bëhet edhe diçka e detyrueshme në përditshmërinë tonë edhe në përgjegjësinë tonë. Okej. Do të vinë një nga anëtarët e skuadrës së Tomor Sinanit në këtë rast për të bërë përzgjedhjen e temës. Dhe pastaj nga shkolla tjetër do të zgjedhim qëndrimin pro ose kundër. Po. Okej, do zgjedhim këtu. Kjo është tema 2. Roli i teknologjisë, mundësi apo rrezik për ekonominë qarkulluese. Faleminderit. Mund t'ulesh. Pra, tema e parë do të jetë roli i teknologjisë, mundësi apo rrezik për ekonominë qarkulluese. Tani do të bëjmë përzgjedhjen për sa i përket qëndrimit. E zbulojmë tek kamera. Kundër. Pra, Ibrahim Muça në këtë debat të parë do të mbajë qëndrimin kundër, ndërsa Tomor Sinani do të mbajë qëndrimin pro. Faleminderit, mund t'ulesh. Do e hapim edhe tjetrën që të jemi sa më transparent. Tani nga ky moment do të keni 7 minuta kohë përgatitore. Okej? Sukses. Atëherë, ekonomia qarkulluese lidhet me përdorimin e materialeve dhe produkteve në mënyrë që ato të mos shkojnë dëm. Ajo synon drejt 3 R-ve: riparim, ripërdorim dhe riciklim. Po si lidhet teknologjia me ekonominë qarkulluese? Teknologjia dhe zhvillimi i saj lidhen drejt për së drejti me pajisjet e përdorura për prodhimin e produkteve të cilat ne i përdorim në jetën e përditshme. Me një teknologji të avancuar, ne masim sasinë e prodhimit dhe duke ulur ndotjen dhe mbetjet që mund të ndikojnë negativisht në vendin tonë.
Ekzistojnë platforma dhe aplikacione të cilat paraqisin informacione për brendësinë e produktit, përbërjen dhe jetëgjatësinë e tij, duke bërë të mundur riciklimin e tij në fund. Shumë e vërtet, megjithatë, teknologjia ditët e sotme shfaqet tek ne si një shpatë me dy tehe, ku edhe pse njëra anë zhvillon edhe përparon shoqërinë, ana tjetër është pikërisht ajo që rrezikon shumë mjedisin ku ne jetojmë dhe qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë e tij. Një gjë që vlen për të përmendur është se çështja me teknologjinë, se sado perfekte të duket, pasojat që sjell mund të jenë vdekjeprurëse. E kam fjalën për teknologjinë që në zhvillim të lartë dhe në përparim të lartë, që orientimet dhe çrregullimet e saj nuk kontrollohen dot. Kemi shumë raste ku teknologjia shpeshherë ka marrë shumë zhvillim të lartë që kanë çuar më pas në pasoja të mëdha. Rast konkret kemi edhe atë rastin e Çernobilit, ku ishte shpërthimi bërthamor e këtyre centraleve bërthamore që tregon se këto lloj të orientimesh ti nuk mund t'i kontrollosh dot dhe ato mund të sjellin shumë pasoja të mëdha tek njerëzit. Kjo që thatë është e vërtet, por gjithashtu unë mendoj që teknologjia me të vërtet që mund të përdorë burime të tilla që thatë ju që metalet që janë të padëmshme, por gjithashtu ne dim që teknologjia për të krijuar pajisjet elektronike përdor edhe burime të rralla siç janë uraniumi apo titaniumi, të cilat janë shumë të rralla në tokë dhe nuk mund të gjen lehtë. Dhe gërmimet që bëhen për të gjetur këto burime mund të shkaktojnë shumë dëme të mëdha në mjedisin jetësor dhe në tokë. Dhe kjo nuk është një gjë e mirë për tokën dhe kjo nuk është ajo që ekonomia e qarkullës e ka të bëjë. Prandaj nuk mendoj që Atëherë unë jam dakord me ty, edhe bie dakord që shumë produkte që janë të rëndësishme për ne dhe të parinovueshme, si këto metale janë vështira të gjenden, por nuk bie poshtë fakti që sistemet IoT gjurmojnë produktet që nga prodhimi i tyre deri në shpërndarje. Gjithashtu inteligjenca artificiale me anë të stimulimeve luan një rol kyç në sistemin cirkular. Inxhinierët munden që të krijojnë produkte më të qëndrueshme dhe më të riciklueshme, dhe kjo fal zhvillimeve teknologjike. Pra ne nuk mund të themi vetëm që ne i përdorim këto metale, po mund edhe të ndryshojmë mënyrën se si i përdorim ato ose ta paksojmë përdorimin e tyre. Dhe këtë mund ta bëjnë inxhinierët me njohuritë e tyre. Në Suedi 99% e rasteve për ekonominë qarkulluese bëhen nga teknologjia e avancuar. Dhe burimi që unë e mbështes këtë argument është Swedish Waste Management Association. Po, shumë e drejtë gjitha fjalët që juve sapo thatë, por ashtu siç e tham dhe në fillim është shpat me dy tehe. Shohim gjithmonë edhe atë anën tepër negative të gjitha fjalëve që juve sapo thatë. Fillimisht ta nisim me faktin që të gjitha këto AI, inteligjenca artificiale, të gjitha kanë nevojë për kodim të dhënave tona personale. Dhe ndodh shpesh hakerimet si në radhë dhe sulmet të mëdha kibernetike që ndodhin dhe shkatrojnë ekonomi të tëra, shfarosin ekonomi të tëra, shtukin ekonomi të tëra dhe gjatë gjithë kohës kjo është në mbikëqyrje për faktin se ndoshta po lodhemi kot që po mendohemi të bëjmë gjithë këto gjëra, ndoshta duke i bërë dëm vetes son, sepse gjithë këto të dhënat që merren përdoren negativisht nga dhe nuk kemi as pak të sigurt. Teknologjia është diçka që ne nuk e kemi vetë në dorë, nuk kemi ne ata që nëse e bën këtë veprim e dim vetë që ky veprim do bëhet ashtu siç ne e tham. Ndoshta mund të transportohet ndryshe. Nga ana tjetër prekët edhe inxhinierit,
Një studim nga College MP dhe www.times.com tregon se inteligjenca artificiale ka ndikim në avancimin e teknologjive, gjithashtu edhe në automatizimin e tyre. Kjo tregon edhe çetur në ekonominë e një shteti, ku inteligjenca artificiale ka rritur prodhimin mesatar mujor me 10 deri në 16%, duke rritur gjithashtu edhe prodhimin e tij vjetor PPB ose bruto, me nga 0.9 deri në 1.6%, duke dhënë ekonomisë qarkulluese në ndikim pozitiv. Kjo gjithashtu sipas Fondit Monetar. Por çfarë dallojmë ndryshe tjetër? Një studim tjetër nga Instituti Ekonomik i Deloitte ka nxjerrur në pas se për çdo vend të zënë nga inteligjenca artificiale dhe automatizimi i tyre, hapen 4 vende të reja të pune, të cilat bazohen tek Instituti i Deloitte dhe IPD-ja ose International Policy Digest. Për sa i përket zhvillimit ekonomik që përmendët, edhe cekët më parë që inxhinierët me njohuritë e tyre mund të punojnë për të bërë ndryshimin, teknologjia, siç e dim, gjithmonë po vjen duke u zhvilluar, edhe me një zhvillim të vrrullshëm, mund të themi. Edhe këto profesione, mendoj që do vi një kohë që gjitha do zhduken. Mund të thoni juve, do ketë profesione që mund të mos zëvendësohen nga forca robotike. Është e drejtë, por jo të gjithë njerëzit kanë të njëjtën diplomë. Jo të gjithë njerëzit kanë mbaruar një profesion, për shembull ICT-ja. Sepse njeriu është ai që i ka bërë gjitha këto ndryshime, dhe mendoj se kjo është diçka kundër ekonomisë. Për ne njerëzit kjo nuk është në avantazhin tonë. E vlerësoj argumentin tënd, por a mund të pyes ku e mbështetni ju këtë argument, sepse studimet tregojnë se vendosja e teknologjive qarkulluese kanë çuar në rritjen e kërkesës për profesionistë në fushën e analizës së dhënave, të inteligjencës artificiale dhe të dizajnit të qëndrueshëm. Sipas International Renewable Energy Agency, ka pusuar mbi 13 milion punëtor në sektorin e energjisë së rinovueshme deri në vitin 2023. Dhe hapja e vendeve të punës rrit ekonominë e vendit, ndryshe nga vajza që tha që e zhduk ekonominë, hapja e vendeve të punës e rrit dhe zhvillon goxha ekonominë e vendit, dhe më e rëndësishmja është në të mirë të mjedisit. Atëherë ne qëndrojmë përsëri në mendim në idenë se përsëria e mbyll vendet e punës, por gjithashtu përveç vendeve të punës, ajo nuk i bën dëm vetëm njerëzimit, por edhe mjedisit. Sipas ICT-s, 4% e energjisë shkon për gjitha këto pajisje elektronike të cilat e përdorin, 4% e energjisë. Dhe gjithashtu 1.4% shkon për ndotje nga dioksidi i karbonit, i cili është tepër i rrezikshëm për gjithë planetin tonë. Gjithë kjo situatë që është duke ndodhur po vjen në dëm. Nga gjithë ky dëm edhe evolimi, zhvillimi si një boom shumë i madh për gjithë njerëzimin dhe për gjithë situatën ku ne ndodhemi. Gjithashtu si edhe një paqartësi nga njerëzit për mënyrën se si ata duhet të sillen me gjithë këta. Njerëzit janë të pasigurt në mënyrën se si ata duhet të sillen, se si ata duhet ta mendojnë gjithë të teknologji, gjithë të gjë kaq të mirë në thonjza, sepse nuk është as pak e mirë. Kemi dioksidin e karbonit, kemi të gjithë energjinë. Atëherë, patjetër mbështet shumë argumentin tënd, por duhet të shohim pak pozitivisht, pavarësisht se çdo gjë në këtë vend ka anët pozitive dhe negative të saj. Kështu që në aspektin e zhvillimit të ekonomisë qarkulluese, teknologjia luan një rol të rëndësishëm në aplikacione ose faqe web, shpesh herë ndihmuese për produktet e ripërdorshme. Një aspekt që duhet përmendur janë aplikacione të ndryshme si AI Mobike në Tiranë, i cili jep bicikleta me qira në mënyrë që të mos përdoren shumë dhe të mos shiten shumë. Një mënyrë tjetër efikase janë tregjet online me sende të përdorura, të cilat vënë në funksion parimin, ripërdorim, riparim dhe riciklim. Shumë persona mund të mos hedhin një produkt që e kanë për zemër, por ta shesin në mënyrë që ekonomia të qarkullojë dhe të ulet prodhimi i parëndësishëm i produkteve. Sjellja e njerëzve, domethënë ka njerëz që janë shumë të painformuar. Ti ku mund ta dish ti këto gjëra që shetin nëpër këto rrjetet sociale janë kaq të sigurta ose kaq të mira për domethënë për ekonominë qarkulluese. Shumë njerëz janë të lodhur me këtë tregun e punës, domethënë me këtë ekonominë që bën me këto faqet e internetit, por duan më shumë që të kalojnë ato të vjetrën me ato që ka qenë më përpara, jo të shikojnë domethënë se kur ti e shikon një faqe nuk je shumë e sigurt ndërsa ato janë të mira dhe të sigurta për ty.
Atëherë, po është e vërtet që shumë faqe nuk janë të sigurta, pasi ne e shohim dhe në jetën tonë të përditshme, kur ne nuk e shohim një faqe të sigurt, nuk mund ta konsumojmë atë. Por sipas domethënë në bazë të inteligjencës artificiale dhe rritjes së teknologjisë, është bërë të mundur që faqet e sigurta dhe që janë sa më të mira për konsumatorët, domethënë verifikohen dhe del çeku tek rrjetet sociale. Por dim që teknologjia ka ndikuar shumë në jetën tonë të përditshme, për shembull nëpërmjet rrjeteve sociale si Instagram, TikTok, Twitter, bizneset mund të reklamojnë produkte të tyre të sigurta, që janë të sigurta dhe që tërheqin vëmendjen e publikut dhe të konsumatorët. Gjithashtu kemi edhe programe të cilat na ndihmojnë në mësimin e gjërave të reja, leximin mbi fakteve dhe librave, ku hyn dhe inteligjenca artificiale. Në programi i tillë është edhe Konserva EDX, e cila është një bibliotekë digjitale, e cila i hyn në punën të gjithëve personave që janë të interesuar që të lexojnë dhe të mësojnë diçka të re. Përsa e për Si që thej që dhe teknologjia ka ndikuar në jetën tonë, kjo është e vërtet, por nga ana negative e saj, teknologjia po sjell dembelizmin në jetën njerëzore, shoqërinë njerëzore. Dhe kjo është një mënyrë shumë e keqe dhe një anë negative tek ne. Kjo gjithashtu se po ne po ndikohemi nga robotët dhe kjo gjë nuk ndikon mirë tek ne. Dhe fuqia punëtore po bie. Kjo gjithashtu sjell edhe në mos lëvizjen në jetën e përditshme, aktivitetin fizik dhe njerëzit sjellin dembelizmin. Gjithashtu kemi dhe teknologjia që në vend që të krijojë pajisje me jetëgjatësi, siç na tregon nëpër reklama, si për shembull dyqane si Apple ose Samsung, krijojnë pajisje me jetëgjatësi. Thjesht dembelizmi, vetëm ekonominë qarkulluese dhe inovacionet dhe teknologjia janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e ekonomisë së shtetit. Teknologjia ka përparuar shumë dhe ka bërë më të lehtë zhvillimin e ekonomisë. Shumë firma duke kontribuar në inovacion dhe teknologji kanë arritur të grumbullojnë deri në 3 triliarda dollar. Kjo ka dhe avantazh tjetër, kemi që shumë materiale janë ricikluar, siç u tha dhe më përpara, dhe në mbrojtjen dhe ndikon në mbrojtjen e mjedisit. Për shkak të teknologjive të reja që janë krijuar. Ju keni të drejtë për fjalët që thoni, por shumë materiale nuk e kanë QR kodin brenda, gjë që çon mos dallimin e saktë të materialit dhe riciklimin të tij dhe gjithashtu edhe përdorimit të tij. Mirë, faleminderit të dyja skuadrave. Do të vazhdojmë tani me debatin e dytë, debatin e liderave. Kështu që do të vi lideri i skuadrës Ibrahim Muça për të bërë përsëritjen e temës spontane. Mediat sociale mprehin aftësinë tonë për të qenë social. Pra, mediat sociale mprehin aftësinë tonë për të qenë social. Është e qartë tema? Okej. Do bëjmë tani përzgjedhjen e qëndrimit. Po, mund t'ulesh, faleminderit. Tu. Sillni ato stikit apo të mëna? Pro. Rrugëm dhe nga kamera. Pra, skuadra Tomor Sinani do të mbaj prapë qëndrimin pro, ndërsa skuadra e Ibrahim Muçës do të mbaj qëndrimin kundër. Keni 7 minuta kohë përgatitore, në këtë rast do të flasin vetëm liderat e skuadrave. Në këtë përballje do të kemi Angelën dhe Alesian. Do t'ju ftoj që t'uleshit në vendet para këtu që t'ju kemi përballë. Alesa merr. Jo. Unë droni vendet.
Elimina, kalo afër. Thjesht ndryshoni vendin. Ai na hajde këtë trenimin afër hajse. Shiko, mund të qëndroni kështu? Po. Do shta i fundit mund të Shumë mirë, pra. Do të vjojmë me debatin e dytë, debatin të parë do të shoj Angelën dhe Alesja. Jo, nuk jemi live, është në regjistrim dhe të hidhet do të Jemi gati tani, ndjekim debatin e dytë, debatin midis Angelës dhe Alesjas, në këtë përballje që ka të bëjë me temën e mediave sociale. E lexojmë edhe një herë temën për të qenë sa më të qartë, mediat sociale mprejnë aftësinë tonë për të qenë social. Pro është Angela dhe kundër është Alesja. Në këtë përballje të dytë do të keni 4 ndërhyrje në total, nga 2 minuta maksimalisht, që do të shfrytëzojeni kohën sa më mirë dhe në fund fare mundohuni që ta kujtoni radhën në mënyrë që të bëni një përmbledhje sa më të mirë të argumentave që keni pasur dhe të përfundimit të asaj çfarë do të ndjekim në të gjithë debatin e dytë. Okej? Ndërkohë që kolegët tuaj mund t'ju ndihmojnë me shtime dhe argumenta apo statistika apo studime që kanë të bëjnë pikërisht me temën që do të flasim. Shumë suksese. Një duartëtitje për të dyja vajzat. Sociale në tenton më lirë mediat sociale, sesa kur jemi ballë për ballë me njerëz të rinj. Gjithashtu, vetbestimi ynë është më i lartë. Mediat ofrojnë mundësi për të njohur njerëz të rinj duke thyer problemin e distancës, i cili është një problem madhor. Dhe ne mund të flasim me njerëz të ndryshme nga vende të ndryshme të botës, kur ne komunikojmë në platformave online. Nëpërmjet rrjeteve sociale, komunikimi dhe integrimi në shoqëri dhe aftësitë të ndryshme i fitojnë këta individ. Për shembull, mësimi i gjuhëve të huaja, aftësia për të folur përpara një publiku dhe kjo bëhet nëpërmjet marketingut 51%, drop shopping 26.8% dhe kriptovalu 15% deri në 19%, sipas burimit themorefine.com. Atëherë gjithashtu, neve duke ngjuar nëpërmjet platformave dhe mediave sociale, njohim më shumë kulturat e njerëzve dhe shkëmbejmë kulturat tona dhe fillimisht mediat sociale si platforma na shfaqin ne dy hendeqe. Mendojmë që janë të mira, mendojmë që janë të këqija, të ndryshme dhe shumë të kundërta me tjetrën. Por mediat sociale ndihmojnë maturantët, të cilët marrin pjesë në grupe të posaçme, ku të diskutojnë me moshatarët e tyre në Shqipërinë. Për shembull, faqja i-matura.al. Për më tepër, mediat sociale janë të dobishme nëse ne dimë si të përdorim ato. Për shembull, faqe si i-sigur.al apo Alo 160. Këtu e citoj pasi ju mund të thoni që ne me vërtet njohim njerëz të rinj online dhe këto mund të jenë të ndryshme të botës, po si ne të ndjehemi të sigurt? Ekzistojnë mënyra shumë të thjeshta. Nëse ne duam të kërkojmë të verifikojmë dikë dhe nuk jemi të sigurt, këto dy shërbime që unë tek për të tjera, sigurisht. Të cilat janë të njohura nëpërmjet mediave sociale, duke zhdukur fizikën apo stresin që ne nxisim sigurinë në këto rrjete dhe platforma sociale. Atëherë, jam shumë dakord me gjitha gjërat që ti the. Megjithatë, ti nuk po flet për realitetin e hidhur që ne jetojmë sot. Mediat sociale janë një zhvillim shumë i madh i shoqërisë. Po sado perfekte që ato mund të duken, socializimi i tepërt sjell shumë dëme. Një ndër dëmet më të mëdha që vlen shumë për të përmendur është presioni konstant shoqëror. Të gjithë ne si adoleshentë në mediat sociale përballemi me një presion shumë të madh shoqëror. Pra, fal këtyre mediave sot ne kemi një mendojmë se secili prej nesh duhet t'u përshtatet pritshmërive të shoqërisë, duke u përpjekur që të ndryshojmë konstantisht veten tonë, pra më falni. Pra gjatë gjithë kohës mendojmë se duhet të përshtatemi me të tjerët, mendojmë se nuk jemi aq të mirë sa duhet.
Gjë që na sjell ne më vonë tek një ndër problemet më të mëdha sëmundjet shoqërore, që është depresioni. Depresionin e dim që është një ndër sëmundjet më të mëdha, që shkaku më i madh që është shkaktuar është mediat sociale. Është shkalla e parë e depresionit, ku ne kemi parë edhe raste më të tepërta që kalojmë në vetvrasje. Kalojmë në vetvrasje për shkak se ne nuk e dim se sa shumë mediat sociale i ndikojnë njerëzit. Ti nuk e di kur me kë përballësh. The se njerëzit kanë vetbesim, nuk jam dakord me këtë. Ti fshihesh pas një ekrani në media sociale dhe në jetën reale je komplet një njeri ndryshe. Unë mendoj se në mediat sociale ti mbyllesh në 4 mure dhe je konstantisht para një ekrani, të bën ty të harrosh realitetin, të bën të harrosh jetën dhe ti nuk e di se çfarë ke interpretime shumë të mëdha, pra ti nuk e di me çfarë po përballesh. The se njoh njerëz të rinj, edhe me këtë nuk jam shumë dakord, sepse njerëzit e rinj ti kur nuk e di kush po fshihet pas atij ekrani, nuk je kurrë e sigurt për këtë, sado që ti po thua që drejtohesh tek shërbimet, jo të gjithë njerëzit janë të informuar për shërbimet edhe gjatë gjithë kohës jemi të rrezikuar për këtë. Një gjë që vlen shumë për të përmendur gjithashtu është se sipas studimit të fundit, 5 njerëz nga 2 janë të prekur nga cyberbullying, që është Unë jam dakord me ato që the dhe sa do të pyesa se ku e mbështet ti studimin mbi depresionin, nëse kishte një statistikë apo një përqindje që mund të thoje. Por është e vërtetë që njerëzit njihen online nëpërmjet këtyre mediave sociale. Një rast konkret është në qytetin tonë Cerrik. Është një qytet i vogël, por që një pasticëri e qytetit tonë është bërë e njohur pikërisht për këtë, pasticëria Alushi. Djali i kësaj pasticërie nëpërmjet bashkëbisedimit me influencera dhe punëve të tij të palodhur, e ka bërë të njohur biznesin e tij dhe një të tjera, domethënë. Mundësi shumë e mirë që ja kanë ofruar pikërisht mediat sociale, domethënë është përdorur si një katapult shumë i mirë për të njohur me njerëz të rinj dhe për të ardhur në shërbim të vetes. Është e vërtetë që ne në fillim nuk mund t'i njohim, por duhet dim ne se si ti përdorim këto rrjete sociale. Rasti më mirë është TikToku. Domethënë neve arritëm të mbrohemi duke e mbyllur TikTokun. Pra ne duhet të dim si të mbrohemi, dhe ato nuk mund të jenë gjithmonë rrezik për ne. Nëse ne dim se si të përdorim ato, dim se si do ta menaxhojmë kohën që kalojmë këto. Në momentin që ne nuk harxojmë kohë duke parë cilat janë me kontente jo shumë të këshillueshme dhe jo shumë të mira, atëherë ato nuk do të na shfaqen. Algoritmi që ne zgjedhim në TikTok vjen nga ne apo dhe në çdo pajisje tjetër, por ne e zgjedhim vetë dhe ne mund të menaxhojmë këto gjëra, nuk janë të menaxhueshme. Normale që depresioni është dhe nga mosha, ne jemi adoleshentë dhe gjërat i shkak dhe i përjetojmë pak më shumë se ç'do. Por nuk mund t'ia vëmë peshën vetëm mediave sociale, sepse ne të njëjtët siklet apo të njëjtin debat që mund të kishim në media sociale, mund ta kishim debat përballë. Okej, mund të ketë një presion pak më të ngarkuar nga ana emocionale, por kjo nuk e hedh poshtë mundësinë që mediat sociale janë vetëm ato faktor për të gjitha depresionet apo problemet që ne mund të kemi në jetën tonë të përditshme. Faktorë janë dhe shumë të tjerë, shoqëria që ne kemi, shkolla dhe shumë të tjera. Kështu që nuk mund t'ia vëmë peshën. E kuptoj. Jam dakord me atë që ti the, deri diku është shumë e drejtë, megjithatë që kur bota ka zhvilluar teknologjinë dhe që kur mediat sociale kanë ardhur, sipas statistikave depresioni vetë është rritur. Ne kemi rastin e prindërve tanë. Ata nuk përdorin asnjëherë media sociale dhe kur unë flas me bamin tim për gjitha gjërat dhe temat, ajo më thotë që ne këto si kemi pas kurrë. Thej që ti një njerëz të rinj që ti ballë për ballë nuk mund t'i njohësh, është e vërtetë dhe është shumë e rrezikshme. Gjithashtu thej edhe për biznesin në Cerrik, gjë që unë nuk mendoj se ka të bëjë shumë me socializimin sesa me promovimin e bizneseve. Unë nuk po flas për promovimin e bizneseve online, po flas për socializimin midis njerëzve. Gjë që është shumë e rëndësishme për të cituar, gjithashtu dua të them edhe që ti mediat sociale algoritmin tënd nuk e kontrollon dot. Algoritmi ty të del automatikisht, pra në momentin që ti e hap dhe siç përmende për TikTokun, vlem shumë për të thënë se fakti që ne e mbyllëm do të thotë që po shkaktonte shumë probleme. Pra u mor një mas kaq e madhe, saqë njerëzit aq të ndikuar janë bërë, saqë fillojnë përdorin edhe programe të jashtëligjshme për ta përdorur TikTokun. Mediat sociale po e shkatrojnë njerëzimin dhe po e shkatrojnë adoleshencën tonë, për shkak se sado që ti thua që ti njihesh me njerëz të rinj dhe promovon, është shumë e rrezikshme. Edhe ti ke filluar, domethënë, jo vetëm gjithë ne, edhe unë personalisht, mbyllemi në një dhomë,
jemi gjatë gjithë kohës përballë një ekrani, shikojmë ato jetën e këtyre influencerëve që na duket kaq perfekte dhe themi, po unë pse se kam këtë, po unë pse se bëj dot këtë, po unë pse se kam këtë mundësi. Dhe për këtë ne ndihemi keq me veten tonë, shpeshherë fajsojmë veten, shpeshherë fajsojmë të tjerët, çon edhe në konflikte shumë të mëdha këto. Një gjë që vlen shumë për të përmendur është se ti the se nuk mund të fajsojmë mediat sociale, por megjithatë këto ndikojnë drejt për drejt në shoqërinë tonë. Dhe përveç faktit të depresionit që ishte rritur. Unë përsëri nuk mora statistika edhe për faktin që ti thua që mbyllemi në dhomë, kjo nuk është e vërtet. Unë dhe një miq që ne rrim, kalojmë kohën në media sociale, jemi social, në dhomë dhe nuk kemi pas jetën tonë sociale. Nuk zgjidhnim dot algoritmin tonë, por erdhi sepse ne ja vum diçka e tjetër që është vrasja dhe janë njerëzit ata që vrasin. Dhe në momentin që ne zgjedhim se si do reagojmë në situata të caktuara, është zgjedhja jonë. Dhe algoritmi tonë mund ta zgjidhë. Po. Shikon, kalon kohën në situata sociale, ti drejtohesh një algoritmi të caktuar, nëse shikon ngatimin, nëse shikon gjëra që ndihmojnë në mësimin. Janë ato që do të ridalin përsëri. Zgjidhni video që aty nuk do të rresh. Është kundër me qëndrimet dhe parimet e tua. Në momentin që i bën scroll, ajo nuk do të dalë ose mund të bëjë reporte. Ka mënyra të ndryshme që mediat sociale ti mundësojnë për ta larguar këtë algoritëm. Thej që na bëjnë të ndjehemi të pasigurt. Nuk është e vërtetë. Varet që ne zgjedhim të ndjehemi. Ka shumë influencerë, posta vajzat e reja, natyra ashtu si ato janë të vërtetë, siç janë të vërtetë. Ta shfaqin vetën e tyre me celulit, me rrudha, me nuk e di, domethënë gjatë gjithë kohës ato vetën e tyre për ato që janë. Dhe këtë na ndihmon mediat sociale. Nga Shqipëria, ajo që në Amerikë, tjetër, dhe unë përsëri duke ndjekur atë, ndihem më mirë me veten time. Dhe pranoj vetëm time kështu që jam. Ka ndihmuar socializimin? Sigurisht që po, sepse unë kështu shembuj shumë të mirë, frymëzohem për tyre, që ashtu ka dëshirë influencer shqiptar që na ndihmojnë nëpërmjet mediave sociale, pra i përdorin këto si një që na rrisin edhe vetbesimin, dhe na bëjnë ne të kuptojmë që nuk janë mediat problemi, jemi ne ato që zgjedhim të përdorojmë dhe të kontrollojmë mediat tona. E kuptoj. Do doja shumë që të gjithë të rinjt të ndiqnin këtë shembull që ti sapo the, megjithatë kjo nuk ndodh. Mediat sociale, sado që ti po thua që mund të ndjekësh këtë lloj algoritmi, jo të gjithë njerëzit e bëjnë këtë dhe ti nuk e kontrollon dot se si një gjë mund të ndikojë në shëndetin tënd mendor. Ti nuk e kontrollon dot, pra fakti që ti mund të bësh scroll një videoje, nuk do të thotë që ti e harron atë, apo nuk do të thotë që ti i ndalon të tjerët rreth teje që mos të ndikohen nga ajo. Këtë nuk e bën dot. Përmendë rastin e Martin Canek. Është një rast që ka prekur gjithë shqiptarët dhe u ngrit një botë e tërë përderisa TikToku u mbyll, do të thotë që ata nga aty nisi konflikti. Dhe shumë konflikte nisin në rrjetet sociale, shumë konflikte nisin pikërisht në këto vende ku të rinjt përballen me njëri tjetrin dhe fshihen pas ekraneve, sepse mendojnë se pas ekraneve të gjithë jemi të fortë, të gjithë jemi më të mirët, po kjo nuk është e vërtetë, në fakt nuk është, ne madje përmes medjave krahasojmë veten me të tjerët, gjë që është për mendimin tim gjëja më e gabuar. Ti po thoje që ne ndjekim këto lloj influencerash që po na ndihmojnë. Fatkeqësisht nuk e bëjnë gjithë këtë. Është një influencer në 20 të tjera që tregojnë jetën e tyre perfekte dhe tregojnë pushimet, tregojnë të gjithë mënyrën se si jetojnë jetën, edhe të gjitha adoleshentët që janë në moshën tonë ndjehen automatikisht të prekura nga kjo. Një ndër shembuj më të mëdhenj që kemi, që ka dalë ditët e sotme, është pikërisht filmi Adoleshenca. Filmi Adoleshenca tregon realitetin e trisht se si ndodh bullizmi dhe antisocializmi i të tjerëve, veçanërisht të rinj, adoleshentët pra atë ne. Dhe ti sado që the që e zgjedhim vetë se si ne reagojmë kundrejt këtyre rrjeteve sociale, ne fatkeqësisht nuk e zgjedhim se si reagojnë rrjetet sociale kundrejt nesh. Pra, në rrjetet sociale ne përballemi me një listë të madhe, mund të jenë urryes, mund të jenë moshatar, mund të jenë më të mëdhenj, të cilët ne jemi të rrezikuar ndaj tyre dhe nuk e komandojmë dot këtë. Ti nuk i komandon dot ato gjithë njerëz që ty të ofendojnë dhe ty të bëjnë të ndihesh keq me veten tënde. Dhe kur ti ndihesh kaq keq, atëherë unë nuk e komandoj dot dhe tjerë, komandoj dhe këtu nisë gjëra, nëse konflikti nuk nis nga celulari, nga smartphone, nga dhe problemi më i madh nuk janë rrjetet sociale, por jemi ne. Ne individët, mënyra se si ne e shohim botën, mënyra se si ne dimë të qëndrojmë përballë ka shumë njerëz që para se të fillonin të postonin në media sociale, kishin ankth social.
dhe mediat i kanë rritur vetbesimin dhe aftësitë e tyre sociale. Influencerat me jetë luksoze mund të shërbejnë si motivim për ne, për të punuar më fort dhe për të arritur atë çfarë ne duam. Pra do të shikojmë ato si në mënyrë për të na punë duam. Po të shikojmë ato si një shtys që të na bëjnë vetë të ngjitemi sa më lart dhe të arrijmë majat për veten tonë. Se ti zgjedh të përdorësh rrjetet sociale, ndjenja e frikës eliminohet, edhe ti ja shqetëson vetë që po shoh këtu, mund të ndikoj për mirë. Tani ti the 1 në 20 influencer, kishte këtë, mund të ishte i keq, më thash ku pushtet këtë, si është ky sondazh, sepse nuk kam dëgjuar. Martin Cani thej që pikërisht lidhej me lidhet me TikTokun edhe me këto rrjete sociale, por përsëri ne nuk e dim këtë që nuk flasim me siguri, pasi unë mendoj që debati mund të jetë në shkollë. Po. Pa dashur stagnative, por mendoj që problemi nuk është domosdoshmërisht me mediat sociale. Se ti problem pra shpesa ne dim ta menaxhojmë vetën tonë, dhe dim të njohim limitet deri ku shkon ndikimi i tyre tek ne. Jam dakord me këtë. Megjithatë, më duhet të citoj se vetë mbyllja e TikTokut është mbyllja e një rrjeti social. Ti e përmende, po nuk futet si pro, sepse ti po e mbyll. Domethënë, në momentin që ti e mbyll një media sociale, ti e ndalon ndikimin e saj në shoqëri. Dhe diçka nuk po shkon drejt me atë. Ato që e mbyllën nuk është se nuk janë njerëz që nuk e mendojnë, nuk janë njerëz që nuk e logjikojnë këtë gjë. Plus vlen shumë për të përmendur, thjesht se ne ndihemi më mirë me veten tonë. Megjithatë me anë të medjave sociale kanë filluar modifikime i videove, sidomos për shembull Photoshopi që ka sjellur të ndryshojë imazhi real duke e munduar për të arritur perfeksionin, edhe për të qenë për të përkryer në sytë e shoqërisë. Nuk në të kundërt bota të përbuz dhe ti ndikohesh, kështu që me vendimet në jetën tënde, siç ishin edhe problemet më të mëdha, të cilat ti nuk më justifikove që media sociale nuk i përballon dot, pra siç unë përmenda depresionin apo anoreksia apo shumë gjëra që vajzat e reja bëjnë për shkak të mediave sociale, sado që ne nuk duam që të jemi, realiteti i hidhur është që ato janë problemi, sepse ne aty po i shikojmë të gjitha këto. Kështu që ne nuk mund ta komandojmë dot këtë. Vetë mediat sociale janë ato që po e shtyn shoqërinë të jetë një shoqëri perfekte. Asgjë nuk është perfekte dhe një gjë që ne duhet t'ju tregojmë të gjithëve është se të gjithë janë perfekt në mënyrën e tyre, gjë që mediat sociale nuk janë duke e bërë këtë. Po, siç e thash, të gjitha studimet që nga evolimi i teknologjisë tregojnë se të gjithë adoleshentët në ndikimin e mediave sociale janë mbyllur në ato ekrane dhe nuk po takojnë më me njëri tjetrin. Pra ti me shoqet e tua sot je duke fol shumë herë më shumë në telefon se sa po i takon live. Edhe këtë gjën që flet me të tjerët, socializohesh me të tjerët, nuk e justifikon asnjëherë rrezikun, asnjëherë. Edhe ti një njeri nuk mund ta njohësh pas një ekrani, sado që thua që i drejtohesh këtyre platformave, asnjëherë nuk ju drejtohesh dot. Plus jo gjithmonë ti merr një përgjigje. Okay. Më vjen mirë. Përpos vlerësimit që do bëj Uria, më vjen mirë që ka të rinj të lexuar, që kanë informacion, edhe që keni bërë një përgatitje të mirë, kështu që shumë suksese. Tani do t'i japim mundësi Urisë që të bëj vlerësimin, kështu që do doja nga ju pa bërë zhurmë të dalim jashtë dhe do t'ju thrasim ne për t'ju thënë dhe rezultatin. Po. Jemi tani do të zbulojmë edhe rezultatin edhe pikët për sa i përket debatit që ndoqëm midis shkollës Tomor Sinani dhe Ibrahim Muça, të cilat vinin për herë të parë mbas një shkëputje që kemi pasur për sa i përket pjesëmarrjes së tyre në Ridibet. Padyshim që impresionet ishin pozitive, ishin të mira, por e gjithë kjo ndahet pastaj tek pikët që do t'jap Juria. Dua vetëm të rikujtoj që kjo është faza e debateve rajonale, që do të thotë nuk kemi të eliminuar sot, kemi thjesht pikëzim, që do të thotë 16 skuadrat që do të kenë më shumë pikë për gjatë kësaj faze, do të jenë ato që shkojnë në fazën tjetër eliminatore, ku skuadrat në debatet që do të ndodhin, do të eliminojnë njëra tjetrën deri në gjysmëfinalet, çerkfinalet, gjysmëfinalet dhe pastaj finalen e madhe dhe të vogël. Mirë, fjala është për Jurin. Atëherë përshëndetje. Kënaqësi që të isha pjesë të dëgjoja këtë debat sot.
Ju përgëzoj për debatin. Debati, kur flasim për debatin, duhet shikojmë gjitha elementet, kështu që sot unë do jem në një detyrë tjetër, jo atë të trajnueses, do të gjykoj elementet kryesor, si dhe do jap disa sugjerime që ju t'i keni parasysh në fazat e tjera. Që do thot, juria është një juri me ekspert që vin nga kjo fushë dhe duhet t'jeni shumë të qetë për sa i përket objektivitetit cilin ne i referohemi, sepse kriteri i gjithë këtij formati është që ne të jemi sa më objektiv. Përsa kohë synojmë që të rinjt të jenë sa më objektiv në mendimet e tyre, patjetër që ne jemi shumë objektiv. Unë edhe Gesara vim nga departamenti i filozofisë, një departament me shumë traditë në fushën e debatit, mendimit kritik, logjikës, retorikës, të folurit në publik dhe shumë elemente të tjerë. Tani, duke qenë se debati përmbahet rreth ekonomisë qarkulluese, që do të thotë është një term dhe një fushë shumë e re, po shumë e rëndësishme, që siç edhe keni parë nga ulumtimet që ju keni bërë, ka po kaq pro, ka edhe kaq kundër, pra ka argumente që peshojnë në të dy anët. Siç e kemi thënë, pjesa më e rëndësishme në debat është objektiviteti i argumentave. Dhe ju kam thënë që të jetë objektiv një argument, përveç arsyetimit shumë të mirë, i duhen dëshmi, fakte, shembuj ose thënie nga ekspertët. Ndoshta tema ka qenë pak sfiduese, por sot nuk ka patur shumë dëshmi, ka patur një arsyetim të mirë, ka patur një komunikim të mirë midis palëve dhe skuadrave, është respektuar formati në disa element, por ju lutem, për fazat e tjera, se duhet i marrë një nga një, duhet patjetër që të shkojmë të gjithë tek dëshmit dhe tek të dhënat që janë faktike dhe objektive. Pse? E para njerë, sepse e bëjmë argumentin si kemi thënë më të parezistueshëm, e dyta sepse ja bëjmë punën kundërshtarit më të vështirë. Pra, patjetër që shumë prej jush kanë dhënë edhe dëshmi, edhe burime shumë të mira, por e kam fjalën që se cili prej jush në atë 1 minutë kohë duhet të vi me një ARE të plot. Do me thënë, përveç arsyetimit, duhet ketë dëshmi përkatëse. E dyta që është shumë e rëndësishme është, përsa ko kemi një temë të rek që ka kaq shumë për të eksploruar, duhet i përmbajemi pak gjuhës dhe terminologjisë e ekonomisë qarkulluese në disa koncepte. Sepse kur flasim për një fushë të caktuar, na tregon që kemi më shumë vetbesim tek vetja jonë, ku shprehemi me një fjalor dhe me disa koncepte që i përmbahen fushës për të cilën, tematikës për cilën ne po debatojmë. Kjo do të thotë që nuk është e nevojshme të kalohet tek përsëritja argumentave. Sot pati disa përsëritje argumentash. Ju lutem merrni parasysh në fazën tjetër që këto përsëritje të mos bëhen sepse një herë ju jepet mundësia për të folur. Kështu që përsëritja argumentave tregojnë që ne nuk e kemi hulumtuar apo eksploruar mirë këtë fushën. Të menduarit është pjesa më e rëndësishme e një debati, që do të thotë synimi i këtij formati, ridebate, nuk është që ne të takohemi sot këtu në këtë skenën për të përballur me njëri tjetrin. Është që ju për fat të mirë keni filluar një rrugtim të ri, jeni bërë pjesë e një forme të menduarit të lartë që fillon me shprehi të larta të menduarit, me analiza, me gjetje shkaqe dhe pasojash, me referim tek burim tek informacioni në burime të sigurta. Jeni bërë më empatik sepse po dëgjoni edhe këndvështrimet e njerëzve të tjerë. Normalisht po përsosni disa element të komunikimit. Do me thënë qëllimi i të menduarit është që të kaloj nga një nivel në një nivel tjetër. Mendoni, niveli i tretë fillestar është niveli i tretë, është niveli fillestar. Nëse sot për ju është niveli i parë, që duhet të shkëputeni nga të menduarit jo reflektues, kjo do të thotë që ju duhet që të referojni sa më shumë objektivitetit të argumentit, logjikës e argumentit, koherencës logjike dhe një gjuhë dhe komunikimet përshtatshme për temën që ju të arrini nivelin më të lartë të menduarit, sepse të menduarit nuk ju duhet vetëm për sot, pra, ju duhet për gjatë gjithë jetës. Përmes të menduarit, ne zgjedhim të gjitha dhe marrim vendimet për të gjitha situatat në jetën tonë përditshme. Element tjetër që doja të flisja është elementi i dytë që ka të bëjë me debatin midis liderat. Liderat patën një përballje shumë të mirë, siç e vënë re, ishin në pozita rehati me njëri tjetrin,
Por nga njerë më duke sikur po dialogonin. Ka shumë forma komunikimi, ka debat, ka dhe dialog. Kur bëjmë dialog me dikën, ne inkurajojmë për të folur, për të qenë dakord, për të kuptuar më thellë, për të patur më shumë mirë kuptim. Ndërsa në debat duhet mbajmë një pozicion më të prerë duke mos rënë dakord, por kur ti nuk bie dakord, nuk themi vetëm nuk bie dakord. Por janë dëshmitë tona dhe fakte që sillim kundër që tregojnë që ne nuk jemi dakord. Normalisht më pëlqen dhe qëndrimi pjesërisht dakord. Përballja midis liderave ishte shumë e mirë, do thoja. Tani janë ato diferencat se kush jep një argument më të mirë, por si përballje ishte e mirë. Do ju tërheq vëmendjen sot, meqense jeni për herë të parë, të gjithë ju, që të jeni më të vëmendshëm në debat. Kur unë flas dhe nëse dikush lëviz tirolapse, njëri flet këtu, njëri për shpërit atje, unë shpërqendrohem. Që do të thotë çfarë bën kur lider, sidomos kur liderat që duhet flasin 4 herë nga 2 minuta mbajnë goxha peshë në të folur, që do thotë ju duhet jeni më të vëmendshëm dhe kur jepni letrën, edhe kur bëni një shenjë apo diçka, me shumë takt, me shumë maturi. Kështu që vëmendja është shumë e rëndësishme. Gjuha e trupit ju kam thënë që është shumë e rëndësishme dhe pak më shumë intonacion. Kur jepni ato shifrat, 63% sipas Fondit Monetar, këto ishin çfarë kisha, ju përgëzoj, të gjitha kritikat janë që ju të vini më të përgatitur, të paraqiteni më mirë dhe t'ju shërbej kjo edhe për debatet që ju bëni në shkollë. Suksese! Atëherë përshëndetje, nuk dua të zgjatem shumë. Debati ishte goxha interesant. Ajo që më pëlqeu tek të dyja shkollat ishte lirshmëria, forma e artikulimit, menaxhimi shumë i mirë i emocioneve. Një kritik e vogël, e përmirësueshme në vazhdim për fazat e tjera, postura, qëndrimi edhe trajtimi më me qetësi argumentit, jo aq shpejt intonacioni i zërit, mundësi më shumë për t'i dhënë kundërshtarit për të shprehur mendimin e tij. Relativisht debati ishte i mirë, i pëlqyeshëm, suksese për fazat e tjera. Mirë, unë kam pak problematik faktin që më duhet ja pikët. Kështu që besoj se ju jeni në pritje të kësaj gjëje, por doja fillimisht të falenderoja dy mësuesit që ju kanë sjellë këtu. Keni bërë një punë shumë të mirë. Dhe kjo vlen për të theksuar dhe gjithashtu të t'ju inkurajoja që të bënit akoma më mirë në fazet e tjera. Mos u dekorajoni nga pikët, por mundoni të merrni si një mundësi për të arritur më lart. Atëherë, Tomor Sinani 193 pik, Ibrahim Muça 181 pik. Suksese. Pra, nuk ka skuadra fituese, rankohen me pik të gjitha skuadrat në këtë fazë. Kështu që urojmë që ju të jeni paraqitur sa më mirë edhe ju presim në fazën tjetër. Shumë sukses. Mirë, shumë sukses të dyja skuadrave. Faleminderit që erdhët sot dhe u bët pjesë e kampionatit kombëtar të debatit. Uroj që të shihemi herës që vjen. Jemi shumë shpejt akoma, kemi zhvilluar vetëm debatet e Tiranës, që do të thotë ky është debati i 5 përsa i përket takimeve që ne kemi pasur. Janë 35 shkolla në total, që do të thotë 16 nga këto 35 shkolla do të kenë mundësim për të qenë pjesë e fazës eliminatore. Sukses edhe një herë. Uroj të shihemi në herët e tjera. Faleminderit.